بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم يا حكيم. Do të vazhdojmë mësimin e tretë dhe të fundit nga kjo broshurë e begat me titull Ashru Wasaja wa Tawjihat fi ash-Shada'idi wal Mulimmat. 10 porosi dhe orientime në raste sprovash dhe fatkeqësisht të mëdha të dietarit nderuar Sheikh Abdulrazak El-Bedr, Allahu ruajt atë dhe ne dhe na dhën dobi nga këto porosi. Kemi folur në 2 mësimet paralelse për 7 porosit e para, do të vazhdojmë me porosin e 8 nga kjo broshur. Thot Sheikhu Allah ruajt, porosia el-wasiyatu thamina, është porosia e 8 kujdesi nga thashethemet dhe lajmet e pavërteta. Thashethemet janë një sprove rrezikshme dhe një armë shkatëruese dhe e fuqishme. Ato kanë dëm të madh për muslimanët në fen dhe në jetën e tyre. Ndër thashethemet më të dëmshme janë ato që synojnë sigurinë e muslimanëve në vendet e tyre, tronditjen e akides dhe fesë të tyre, dobësimin e lidhjes së tyre me Zotin subhanahu wa taala, dobësimin e lidhjes së besimit dhe vllazërisë islame dhe fetare mes tyre, si dhe prishjen e marrëdhënieve ndërmjet tyre. Pra, thashethemet janë përcjellja dhe transmetimi i lajmeve pa u siguruar për saktësinë e tyre dhe pa vlerësuar se janë të dobishme për hapja e tyre apo jo. Nëse qëllimi i thashethemeve është ky, thot Sheikhu, atëherë sa i madh është dëmi i tyre dhe sa i rrezikshëm është ndikimi i tyre mbi njerëzit, sidomos nëse i gjejnë pranim dhe përhapje mes tyre. Ka në kohën e social mediave ku gjithçka që përcillet pra njerëzit e marrin për të saktë dhe marrin për të vërtet. Allahu Azza wa Jall thot: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا أن تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. Thot I lartësuari dhe I përsosi nga të mëdhat në këto ajet: o ju që keni besuar, kur të dilni në rrugë të Allahut, verifikoni mirë dhe mos I thoni atij që ju jep selam, ti nuk je besimtar, duke kërkuar përfitimet e jetës së kësaj bote. Tek Allahu ka përfitime të shumta. Edhe ju më parë ishit ashtu pra të paudhëzuar. Pastaj Allahu ju dhuroi mirësi, prandaj verifikoni mirë. Me të vërtetë Allahu është plotësisht I dijshëm për atë që ju veproni. Pra është I dijshëm në detaje për veprat e juaja. Po ashtu Allah lartësuar thot: ja ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahala fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Thot në këtë ajet të surës Al-Hujurat, Allahu subhanahu wa taala: o ju që keni besuar, nëse ju vjen një I shturur, pra një I prishur me ndonjë lajm, atëherë verifikojeni atë mirë, që të mos I bëni padrejti një populli nga padituria e pastaj të pendoheni për atë që keni bërë. Pra që morët lajmin pa e verifikuar,
dhe e përhapet pra dëmi që sjell kjo gjë. Pra Allahu subhanahu wa taala urdhroi verifikimin dhe vërtetimin e lajmeve dhe paralajmëroi nga pranimi i lajmeve dhe thashëthemeve pa u siguruar, pa maturitet dhe pa shqyrtuar saktësinë, vërtetësinë dhe qëndrueshmërinë e tyre. Po ashtu profeti sallallahu alaihi wa alihi wasallam ka thënë: "Kafa bil mar'i kadhiban an yuhadditha bi kulli ma yasma' aw bi kulli ma sami'a." Mjafton si gënjeshtër për njeriu që të flas për çdo gjë që dëgjon. Gjithashtu ai sallallahu alaihi wa alihi wasallam ka thënë: "Sa mjet i keq për njeriu është të thot thuhet, qil." Domethënë të thot gjithçka që i arrin atij në vesh. Domethënë të flas duke u mbështetur vetëm te thashëthemet dhe fjalët e njerëzve. Po ashtu profeti alayhi salatu wasalam ka thënë: Allahu, pra inna Allaha yarda lakum thalathan wa yaskhatu lakum thalathan, dhe përmendi çfarë? Yaskhatu lakum qila wa qal wa kathrat aswal wa idha'at al-mal. Allahu larsuar pëlqen për ju 3 gjëra dhe urren për ju 3 gjëra, dhe argumenti i hadithit thotë urren për ju thuhet e flitet, shpërdorimin e pasurisë dhe pyetjet e tepërta. Duhet ditur, nderuar vëllezër, se pas thashëthemeve që synojnë besimin, pra akiden dhe sigurinë e muslimanëve, qëndrojnë armiqtë e fesë. Prej jo besimtarve, kriminalëve, hipokritëve, përhapës të frikës dhe trazirave, si dhe të tjerë prej njerëzve tanë që flasin me gjuhën tonë, por që vazhdojnë në devijim dhe janë larg të vërtetës dhe udhëzimit, pra njerëzit e devijimeve, të ëndjeve dhe të përçarjes. Allahu rasuar thot: "Wa sayalamu alladhina zalamu ayya munqalabin yanqalibun." Dhe ata që bën padrejti do ta marrin vesh se në çfarë përfundimi do të përfundojnë. Pra, shiko argumentohet me këtë jetë që për atyre zullumqtarëve janë ata që synojnë çfarë? Prishjen e akidës dhe të sigurisë së muslimanëve. Për këtë arsye, prej gjërave që duhen theksuar në këtë aspekt është kujdesi i madh për saktësinë e lajmeve, duke u mbështetur në kanale zyrtare të besueshme, duke mos përhapur thashëtheme apo materiale me burim të panjohur. Sa janë shtuar kanalet dhe burimet e panjohura ose dhe të njohura të ikhwanëve të falimentuar, e të ngjashënve ta, apo kanale që i sponsorizojnë masonët, jehudit, khawarijët, për të dëmtuar çfarë? Akiden e muslimanëve. Kanë filluar hedhin dyshime në librat e saktë, në Bukharin, Muslim, në Sunene dhe në Mesenide, dhe duke përfolur dietarët e mëdhenj, ashtu që të prishet lidhja e umetit islam me dietarët. Edhe mbajnë mbi shtetin saudit si shteti i tauhidit, që është i vetmi shtet që ndihmon këtë akide të begat dhe dietarët dhe nxënësat e dijes, dhe ndihmon me pastërti dhe me sinqeritet islamin kudo që të jetë. Pra, duke marrë muslimanët udhëzimet e organeve të sigurisë dhe duke u përmbajtur atyre, si dhe duke shmangur publikimin e çdo përmbajtje tendencioze që nxit të keqen dhe nuk sjell asnjë të mirë. Khalifi i drejt Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu ka thënë: "Mos u bëni njerëz të nxituar për hapës të lajmeve dhe zbulues të sekreteve dhe amaneteve, sepse para jush ka sprova të rënda, të vështira e të zymta, dhe çështje të gjata dhe të rënda." Dhe sigurisht flet me hak, sepse në kohën e tij pati fitnë dhe trazira të shumta që i kushtuan dhe jetën e tij, pra radhiyallahu ta'ala anhu warda. Në këtë thënie ai radhiyallahu anhu paralajmëroi për 3 gjëra në të cilat bien shumë njerëz gjatë fitneve dhe trazirave, duke i ndezur ato dhe duke shkaktuar shtimin dhe përkeqësimin e tyre. E para, nxitimi, pamaturia dhe veprimi i shpejt pa menduar, si dhe mos mendimi mbi pasojat e çështjeve. Këtë kryesisht e bëjnë njerëzit, e bëjnë trinjt, hudathau al-aslan wa sufahau al-ahlam, ata që janë trinj mosh. Pra i riu nuk ka eksperiencë dhe përvojë dhe çfarë? Edhe do fatkeqësisht që tjetë dhe ai protagonist, tjetë dhe ai rawit, përcjellës, transmetues, mendon se po kontribon në hajër. Ai po kontribon vetëm në sherr.
Fjala e tij pra ka ardhur me dhe je, të më që shumë si fjalës me dje që do thot përhapës i së keqes dhe i lajmeve. Ti është amplifikatori i së keqes që ka ndodhur mesin e muslimanëve dhe thot budhuran, shem si fjalës bedhiri që do thot ai që nuk mund ta mbaj sekretin, i kundërt i eminit, i besnikut, sigurtit. Dhe thot mubrihan, që janë sprovat e rënda me vështirësi dhe me mundim të madh. Dhe thot muklihan, pra mos jeni të tillë. Është çështja e zymt dhe e ashpër që u anxhin fytyrat njerëzve nga rëndesa e saj. Dhe thot as mutamallihan, pra që janë fatkeqësi të gjata dhe të mëdha që zgjasin, dhe rudhuhan në sprova të rënda dhe situata të ngarkuara. E dyta e porosive të tij dhe orientimeve të ndryquara të tij radiallahu ta'ala anhu është përhapja e fjalëve pa verifikim dhe pa maturi, si dhe nxitimi në shpërndarjen e çështjeve më njëherë sapo dëgjohen, para se të vërtetohet saktësia e tyre. Dhe e treta tek porositë e tij është ndezja, pra mos i tillë, mos i nga ata që ndezin zjarin e fitnes dhe mbjellja e farave të së keqes përmes përgojimit dhe prishjes mes njerëzve, si dhe përhapja e shkaqeve të përçarjes, konfliktit dhe armiqësisë ndërmjet muslimanëve. Po ashtu përcjell Sheikh Abdulrazaku e therin nga Abdullah ibn Mesudi radiallahu ta'ala anhu se ka thënë, me të vërtet do të ketë trazira dhe çështje të dyshimta. Prandaj kapu pas maturisë dhe qetësisë, sepse të jesh ndjekës në të mirë është më mirë se sa të jesh prijës në të keqe. Të jesh pasues i hajrit dhe njerëzve të tij është më e mirë se sa të jesh imam në fesad dhe në prishje. Kjo është porosia e tetë. Porosia e nëntë e Sheikh Abdulrazakut, Allahu e ruajt, është përpjekja e të gjithëve, pra të gjithë muslimanëve, për ruajtjen e sigurisë së vendit. Realizimi i sigurisë është kërkesë e çdo njeriu të mençur. Sepse kur ka siguri dhe qetësi, njerëzit adhurojnë Allahun, e veçojnë atë me adhurim, pasojnë sunetin, zbatohet pra feja e Allahut lartësuar dhe ruhet jeta ndëri dhe pasuria, kur ka siguri dhe rend në vend. Për arritjen e saj mbahen konferenca, shkruhen libra e studime, mbahen mësime dhe ligjërata. Po ashtu udhëheqësit dhe njerëzit e mendimit përpiqen të gjejnë shkaqet që sjellin siguri për njerëzit dhe ta realizojnë atë. Ajo është një synim madhështor dhe një qëllim i dëshiruar, drejt të cilit përpiqen të gjithë. Siguria është qetësi në zemër, reati në shpirt, qartësi dhe prehje në mendje, si dhe largimi frikës dhe i shqetësimit. Ajo realizohet kur njeriu ndihet i sigurt për pasurinë e tij, nderin e tij, mendjen e tij, jetën e tij dhe pronat e tij. Siç e përmendëm, ajo është një mirësi prej Allahut subhanahu wa taala. Ai është që jep siguri atij që ka frikë dhe jep mbrojtje atij që kërkon strehim. Allah lartësuar thot: "Ni'mal maula wa ni'man nasir." Sa mbrojtës i mirë dhe sa ndihmës i mirë që është ai subhanahu wa taala. Po ashtu Allah lartësuar ka thënë: "Awalam yaraw anna ja'alna haraman amina yutakhatafu an-nasu min hawlihim afa bil batili yu'minuna wa bi ni'mati Allahi yakfurun." Pra u përmend Allahu i dhujtarëve Mekas dhe jo vetëm, thot i lartësuari, a nuk e shohin ata se ne kemi bërë një vend të shenjtë dhe të sigurt, pra Mekën, pra Ka'ben, ndërkohë që njerëzit rrëmbehen përreth tyre, a mos vallë besojnë të pavërtetën dhe mohojnë mirësinë e Allahut. Dhe ka thënë i lartësuari: "Awalam numakki lahum haraman amina yujba ilayhi thamaratu kulli shay rizqan min ladunna walakin aktharahum la ya'lamun." A nuk kemi bërë të mundur atyre një vend të shenjtë dhe të sigurt ku sillen fryte të çdo lloj si furnizim prej nesh, por shumica e atyre nuk e din. Pra kemi parasysh këto vitet e fundit, të 10 vjeçarët e fundit, lufta qoftë mediatike dhe jo vetëm kundër Mekës, Medinës, para sigurisë së Arabisë Saudite dhe kësaj mbretërie të begat, ku njerëzit domethënë sjellin çfarë, edhe nëse kanë ndodhur ndonjë gabim apo ndonjë gjuna, i amplifikojnë, i shtojnë si duke ulur reputacionin e atij vendi dhe asaj mbretërie dhe atyre drejtuesve në vend, ashtu që këto njerëz çfarë
po u prish dhe Mekka Medinë, domethënë çfarë? Atëre fesadi ka marrë dhenë. Pra janë të qëllimshme këto fushata mediatike qoftë nga jashtë atij vendi dhe nga brenda tij. Dhe sigurisht që është dora e rafidive, Tiranit, e jahudive, e masonëve dhe gjithë armiqve të islamit dhe të muslimanëve nga lindja dhe nga perëndimi. Pra siguria arrihet vetëm me mundësimin, lehtësimin dhe nështrimin që jep Allahu Azza wa Jall. Allahu subhanahu wa taala ka thënë: "Wa idh qala Ibrahimu rabbi ij'al hadha al-balada amina warzuq ahlihi min ath-thamarati", deri në vazhdim të këtij ajeti. Por kujto kur Ibrahimi tha: "O Zoti im, bëje këtë qytet të sigurt." Pra bëri dua për Mekën e nderuar, Allah ruajt atë. Allahu ju përgjigj lutjes së tij dhe e bëri atë vend të shenjtë të sigurt. Gjithashtu Allah lartësuar duke kujtuar robëve të tij mirësinë, ka thënë: "Falyabudu rabb hadha al-bayt alladhi yat'amuhum min ju' wa amanahum min khawf." Atëherë le të adhurojnë Zotin e kësaj shtëpie, pra të qapës së shenjtë, i cili u ushqeu pasurisë së tyre dhe i siguroi prej çdo frike. Po ashtu nga gjërat që tregojnë rëndësinë dhe pozitën e madhe të sigurisë është edhe fjala e të dërguarit Allahu sallallahu alaihi wasallam, i cili thotë në hadithin që përcjell Tirmidhiu, thotë pejgamberi selam: "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi muafan fi jasadihi indahu quta yawmihi fa ka'annama hizat lahu ad-dunya." Thotë pejgamberi selam: "Kushdo prej jush që gdhihet i sigurt në vendin e tij, i shëndosh në trupin e tij dhe ka ushqimin e ditës së tij, është sikur t'i jetë dhënë e gjithë dynjaja dhe thesaret dhe mirësitë e saj." Pra tre gjëra prej tyre përmendi pejgamberi sa çfarë? Pra të gdhihet i sigurt në vendin edhe në qenien pra e tij. Siguria pra është një fryt madhështor i cili nuk arrihet vetëm me mjetet fetare që Allahu Azza wa Jall i ka sqaruar në librin e tij dhe që i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam i ka sqaruar në sunetin e tij të saktë. Ndër më të rëndësishmet prej këtyre mjeteve është realizimi i tauhidit dhe imanit në zemra. Sepse imani, pra akidja e saktë, është themeli i sigurisë dhe nuk ka siguri pa të. Sa më e madhe të jetë pjesa, pra hisja e robit nga imani, aq më e madhe është hisja e tij nga siguria. Allahu lartësuar ka thënë: "Faman amana wa aslaha fala khawfun alehim wa lahum yahzanun." Thotë i lartësuar këtë ajet në surën An'am, thotë: "Andaj kush beson dhe përmirësohet, për ta nuk do të ketë frikë dhe as nuk do të pikëllohen." Ai që arrin sigurinë e plot, arrin qetësinë dhe prehjen, besimin tek Allahu, stabilitetin dhe kënaqësinë, lumturinë, udhëzimin dhe shpëtimin e përhershëm. Allah na bëj prej tyre. Allahu Azza wa Jall ka thënë: "Alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulm, ulaika lahum al-amn wa hum muhtadun." Ata që besuan, pra me akidën saktë, me tauhid, dhe nuk e përzihen besimin e tyre me padrejsi, me shirk, për ta është siguria dhe ata janë të udhëzuar. Pra ai që është i sigurt dhe që nuk e përzihen besimin e tij me shirk në Allahut, shpërblimi dhe fryti i besimit të tij është siguria dhe udhëzimi plot në këtë botë dhe në botën tjetër. Ashtu si siguria është e lidhur ngushtë me imanin në tekstet fetare, po ashtu shpëtimi dhe siguria janë të lidhura ngushtë me islamin, pra dorëzimin këshi Allahut subhanahu wa taala. Siç ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam në hadithin e saktë: "El-muslimu man salima el-muslimuna min lisanihi wa yadihi." Ka në Buhari, Muslim dhe në Sunen e ky hadith. Muslimani është ai prej gjuhës dhe dorës së të cilit muslimanët janë të sigurt. Pastaj vazhdon hadithi: "Wal mu'minu man aminahu an-nasu fi amwalihim wa dima'ihim." Dërsa besimtari është ai prej të cilit njerëzit janë të sigurt për gjakun dhe pasurinë e tyre. Pra kush ishte muslimani? Ai prej gjuhës dhe dorës së cilit njerëzit janë të sigurt. Kurse besimtari është ai prej të cilit njerëzit janë të sigurt, pra i besojnë atij në gjakun e tyre dhe në pasurinë e tyre. Pra nuk vasonon as gjakun dhe as pasurinë. Po ashtu profeti sallallahu alaihi wasallam kur shikonte hënën e re thoshte, bënte këtë dua shpresunetit: "Allahumma hillahu alejna bil yumni wal iman was salamati wal islam, rabbi wa rabbuka Allah." O Allah, bëje të lind,
Pra këtë hënës të rembi ne me begati, iman, siguri dhe islam. Zoti im dhe Zoti yt është Allahu. Pra që dhe hëna, çfarë? Është krijesa e Allahut dhe është e robëruar, është e varur nga Allahu subhanahu wa taala. Pra nuk të bën as dëm dhe as dobi. Prandaj kush dëshiron të arrijë sigurinë dhe shpëtimin në jetën dhe vendin e tij, le të realizojë islamin dhe imanin në vetveten e tij. Kjo është rruga e dobishme dhe frytëdhënëse, si dhe metodologjia shpëtuese me të cilën arrihet lumturia dhe suksesi. Njerëzit ton, pushtettarët, zullumi, padrejësia, pyete, a e ke realizuar ti imanin në veten tënde? A ke realizuar tauhidin në veten tënde, në familjen e tënde, fisin tënd? Jo. Merru me të dhe Allahu subhanahu wa taala çfarë? Do të japi ty siguri, do të japi drejtësi, do të japi njerëz të drejtë dhe devotshëm që të qeverisin ty me shariatin e Allahut subhanahu wa taala. Ruajtja e sigurisë në vende është përgjegjësi e të gjithëve. Pra çdo individ në atë dheun e tij duhet ta ndjejë se ruajtja e sigurisë është përgjegjësia e tij dhe të përpiqet për ta ruajtur dhe realizuar atë me mjetet fetare që çojnë drejt saj. Dhe në krye të tyre është përmbajtja ndaj islamit dhe imanit në vetveten, në jetën dhe në moralin e tij. Pra me këto trazira që po ndodhin në vendin tonë, çfarë? Detyra jo nuk është të përzihemi këtyre marshimeve, këtyre protestave, këtyre demonstratave. Është përmirësojmë vetvetet tona me islam të saktë, gratë, fëmijët, nënat, baballarët, pra gjithë familjarët. Si të përmirësohet shoqëria, çfarë? Inshallah do të përmirësohen edhe pushtetarët, se pushtetarët nuk janë tjetër veç se veprat tona. Janë pasqyrë veprave dhe gjunave dhe mangësive tona në zbatimin e fesë Allahut subhanahu wa taala. Porosia e 10 dhe e fundit e kësaj broshure, thot shehu, kërkimi i ndihmës Allahut me dua dhe me lutje drejtuar Allahut subhanahu wa taala. Lutja drejtuar Allahut lartësuar ka pozitë madhështore në Islam dhe vendi i saj është shumë i lartë. Ajo është prej adhurimeve më të mëdha dhe më të vlefshme. Ajo është themeli dhe shpirti i robërimit ndaj Allahut subhanahu wa taala, pra ruhul ubudiyya. Shpirti dhe themeli dhe ajka e robërimit ka Allahut është duaja. Për këtë arsye kanë ardhur shumë tekste në librin e Allahut të madhruar dhe të lartësuar dhe në sunetin e saktë të dërguarit të tij sallallahu alaihi wasallam, që tregojnë për vlerën e saj dhe madhështinë e pozitës së saj. Allahu lartësuar ka thënë: "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Dhe Zoti juaj ka thënë: "Lutmuni mua që unë t'ju përgjigjem." Me të vërtetë ata që tregojnë mendjemdhënë dhe arrogant ndaj adhurimit tim do të hynë në xhenem të poshtruar. Besimtari në fatkeqësi dhe vështirësi ndjen në zemrën e tij një kthim të fortë drejt Allahut azza wa jall, për ulje dhe thyrje para tij, si dhe në shtrim ndaj tij. Kështu e sheh atë, aleikum salam, e sheh atë pra besimtarin duke i drejtuar Allahut me dua, e cila është arma më e fortë kundër armikut. Pra kanë thënë selefët, e duau silahul mu'min. Duaja është arma e besimtarit, që nuk e kanë të tjerët përpos tij. Në të ka dobi ndaj asaj që ka zbritur prej fatkeqësive dhe asaj që ende nuk ka zbritur, pra ka hadith. A dua yanfa'u biman nazala wa biman lam yanzil. Duaja bën dobi për atë që ka zbritur prej gadrit dhe për atë që nuk ka zbritur ende. Ajo largon provat dhe vështirësitë, i ngre dhe i përballon ato. Në të gjendet mjaftueshmëria, ndihma dhe përkrahja e Allahu subhanahu wa taala. Ai që kapet pasaj nuk zhgënjehet kurrë, dhe ai që nuk i ndahet asaj vazhdimisht dhe ky nuk lihet pa ndihmë me lejen Allahu subhanahu wa taala. Pra, e kemi provuar që sa herë kemi pasur halle dhe brengë dhe pikëllime dhe jemi drejtuar Allahut me dua sinqert, pra gjithë secili në vetveten e tij ka ndjerë ndihmën e tij, përshkrahjen dhe lehtësimin. Thuhet prisi besimtarëve Omar ibn Khattabi dhe jo vetëm Abu Bekri thoshin që nuk ankohem për mos përgjigjen e lutjeve, por ankohem për mangësinë dhe për tacin time në lutje dhe në dua. Pra ata që luteshin ai shumë thoshin jemi të mangën në dua, po ne jemi shumë më të mangët. Pra le të shtojmë duat Allahut subhanahu wa taala. Për këtë arsye besimtarit është ligjëruar në duan e tij që ta bëjë mjet me të cilin kërkon ndihmë kundër armiqve të tij çdo natë.
Profeti alayhi salatu wasalam ka thënë: "Men qara'a al-ayatayn min akhir surati al-Baqara fi layla kafata." Ku jemi në mesbatimin e të sunetit? Thot pejgamberi selam, kush i lexon dy ajete e fundit të surës al-Baqara gjatë natës, ato do t'i mjaftojnë atij. Dhe po të meditosh, domethënë janë dua këto dy ajete e fundit të Bekares. Domethënë do ta ruajnë dhe do t'i mjaftojnë kundër çdo të keqe edhe dëmi. Në fundin e këtyre dy ajeteve thuhet: "Anta maulana fansurna al-qawmil kafirin." Pra ti je mbrojtësi ynë, ruajtësi ynë, kujdestari ynë. Fansurna al-qawmil kafirin. Ndihmona, jepna sukses kundra popullit jo besimtar. Thuhet sa po të hyj akshami. Nëse ke harruar thuhet pak më vonë. Ersis me thuhet gjatë natës. Barakallahu fik. Domethënë ti je ndihmuesi për krahasi ruajtësi dhe mbështeti i besimtarve. Pra tham dhe përmbyllet fansuna al-qawmil kafirin, prandaj na ndihmo kundër popullit jo besimtar. Thot Ibn Uthejmini rahimahullah në fjalën e tij për ta sjellë me zinxhir, thot Muadh ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, kur lexonte këto dy ajete bënte në fund thoshte amin. Pra masi lexonte dy ajete fund të surës al-Baqara. Kush lexon në biografinë e pejgamberëve dhe në historinë e njerëzve të mirë, do të shohë në to se si ata kërkonin ndihmë me dua në gjendje vështirësie dhe fatkeqësie kundër armiqve dhe kundërshtarve dhe ndaj armiqve të tyre. Pastaj zbret ndihmë nga Zoti i botëve, arrihet lartësimi, realizohet siguria dhe largohet frika. Për kësaj është ajo që Allahu subhanahu wa taala përmendi në historinë e Nuhut alayhis salam dhe kërkimin e tij të ndihmës me lutje, si u lut Nuh alayhis salam: "Fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir, fafatahna abwaba as-sama'i bima'in munhamir." Thotë lartësuari, atëherë ai u lut Zotit të vet: "Unë jam i mundur, andaj më ndihmo." Kështu ne i hapëm portat e qiellit me ujë të rrëmbyeshëm. Ama pasi që bëri, Davet i ftoi ata në tauhid dhe në islamin e sakt 950 vjet. Talleshin me të, e poshtronin, e ofendonin, luftonin, e dëmtonin. Pastaj u lut me këtë dua alayhi salatu wasalam. Dhe ajo që ka ardhur në historinë e Musait alayhis salam, pra të cilit i foli Allahu subhanahu wa taala dhe vllajt të tij Harunit alayhis salam, në kërkimin e tyre të ndihmës kundër armiqve me lutje, si u lutën kundra faraonit dhe pasuesve të tij: "Rabbana tmis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yaraw al-'adhab al-alim qala qad ujibat da'watukuma fastaqima wa la tattabi'ani sabila al-mujrimin." Vazhdimi i jetës. Ata u lutën: Zoti ynë, shkatroj pasuritë e tyre dhe volosi zemrat e tyre që të mos besojnë derisa të shohin dënimin e dhëmshëm. Ai pra Allahu lasuar tha: "Lutja juaj është pranuar." Dhe ajo që Allahu subhanahu wa taala përmendi në historinë e grupit të vogël të besimtarve nga bijtë e Israelit, pra ku përball kush? Taluti me Xhalutin. Kur përballën me armiq më të shumt në armë dhe pajisje, atëherë ata ju drejtuan lutjes së Zotit të botëve, pra ju drejtuan me lutje sigurisht Zotit të botëve, e përdorën si mjet duan, çfarë thanë? "Walamma barazu li Jaluta wa junudi qalu rabbana afrigh alayna sabran wa thabbit aqdamana wansurna ala alqawmi alkafirin." E kur dolën përballë Xhalutit, pra kur përballën me Xhalutin dhe ushtarët e tij, thanë: "Zoti ynë, se ishin të pak të numër, shumë të pakët, dhe kishin udhëtuar gjatë për të përballur me, ishin të uritur dhe të etur. Zoti ynë, na dhuro durim të madh, na i forco këmbët tona dhe na ndihmo kundër popullit mohues." Kush ishte përgjigjja e Allahut subhanahu wa taala? E shpejt, sepse ata ishin qenë mirënjohës dhe falëndrues Allahut në kohë reatie dhe bolluku, dhe ai ndihmoi në kohë vështirësie. Përgjigjja ishte: "Fahazamuhum bi'idhnillah wa qatala Daudu Jaluta." Watahu Allahu, dhe vazhdimi i ajetit: "Dhe i imposhtën ata me lejen e Allahut dhe Daudi e vrau Xhalutin." Alayhis salam. Dhe Allahu e bëri atë pejgamber dhe prijes dhe drejtues të Bani Israilve kohën e tij. Gjithashtu ajo që Allahu azza wa jall përmendi në fjalën e tij, thotë i lartësuari: "Wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribiyyun kathirun fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma dha'ufu wa ma istakanu wallahu yuhibbu as-sabirin wa ma kana qawluhum
إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا للقوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. Thot i larsuar në këto ajete të bukura, thot e sa pejgamber pati që bashkë me ta luftuan shumë besimtar të devotshëm dhe besnik të tyre. Ata nuk u dobësuan për atë që i goditi në rrugën e Allahut. Le të marrin mësim ne në këtë kohë që po kalojmë, që jemi të pakët në pasimin e sunetit dhe Kur'anit, sunetit dhe rrugës selefëve. Nuk u ligështuan dhe nuk u përullën. Allahu i do durimtarët dhe fjala e tyre ishte vetëm kjo: Zoti ynë na i fal gjunahet tona dhe lëshimet tona në çështjet tona, na i forco këmbët tona dhe na ndihmo kundër popullit jo besimtar. Andaj Allahu a dha shpërblimin e kësaj bote dhe shpërblimin e mirë të botës tjetër. Allahu i do bamirësit. Pra përgjigja ishte, atëherë Allahu a dha atyre shpërblimin e kësaj bote dhe shpërblimin e më të mirë të botës tjetër. Shpërblimi i kësaj bote, thotë Sheikh Abdurazaku, ishte fitoria e tyre ndaj armiqve, e shpejt, e afërt. Po ashtu edhe ajo që ndodhi ditën e Bedrit, kur i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam një lut Zotit ti. Umar ibn Khattabi, për cilë hadithin, radhiyallahu anhu ka thënë: i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam u drejtua nga qibla. Pastaj ngriti duart dhe filloi të lutej Zotit të tij. Lutej dhe thoshte: Allahumma anjiz li ma wa'adtani, Allahumma ati ma wa'adtani, Allahumma in tuhlik hadhihi al-isaba min ahli al-islam la tu'bad fi al-ard ba'da al-yawm. Au kama qal. Thot: o Allah, përmbushe atë që më ke premtuar. O Allah, më jep atë që më ke premtuar. O Allah, nëse e shkatron, pra shkatrohet ky grup i vogël prej muslimanëve, nuk do të adhurohesh më në tokë mbas sotit. Dhe vazhdoi të lutet Zotit ti duke qenë i kthyer nga kibla dhe me duart e ngritura. Llogariti përballën 302-3 vet me një ushtri 1000 vete kusur të idhujtarëve. Këta ishin më të pakët, jo në numër, po edhe në përgatitje, e çfarë ushtarak edhe kanë qenë dëbuar nga Mekka. Thot dhe vazhdoi të lutet Zotit ti duke qenë i kthyer nga kibla dhe me duart e ngritura, derisa ajo manteli i tij i ra nga supet. Atëherë erdhi Ebu Bekri radhiyallahu ta'ala anhu, e mori mantelin e tij dhe ja vendosi mbi supet e tij, pastaj e përqafoi nga mbrapa dhe thash: "Çfarë situate? Po i përgjëroi fort Zotit ti." Pra në kohë lufte përballë me armiku, ai çfarë? Insistonte dhe përgjëroi në lutje. I tha: "O dërguar Allahut, mjafton lutja jote ndaj Zotit tënd, sepse ai do ta përmbush atë që të ka premtuar." Shife bindja dhe siguria që i kishte dhënë Allahu në zemër këtyre kolosëve, këtyre sahabëve radhiyallahu ta'ala anhum. Atëherë Allahu azza wa jalla zbriti: "Idh tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfi min al-malaikati murdifin." Pra sa nevojë kemi ne të lexojmë këto ajete dhe ti rishpektojmë, ti freskojmë këto leximin e këtyre betejave. Pra nuk na ka ardhur Islami kështu me trëndafila dhe me tapetat kuq. Kanë nderdhur gjakun selefët, kanë luftuar, janë përballur që na vi Islami sakt në kjo akide, ky tauhid, kjo fe, përsosur. Allahu lartësuar thot: "Përkujto kur ju kërkuat ndihmë nga Zoti juaj, e ai u përgjigj: Unë do t'ju ndihmoj me 1000 engjëj që vinë radh njëri mbas tjetrit." Ta sa nevojë kemi ne për to, janë ajete domethënë shumë shpresdhënëse dhe shumë ngushëlluese. Pra mos u pikëllo, mos u dorëzo. Ama ka po fort mas akides, ka po fort mas Kur'anit, sunet, rrugës së lehtë mbas dietarëve, zbatoje edhe i bindë që Allahu ta sjellë suksesin inshallah në tokë për të grup të vogël muslimanësh që janë hak. Nga lutjet e Profetit sallallahu alajhi wasallam për kërkimin e ndihmës dhe fitores në dua është: Allahumma munazzil al-kitab ose munzil al-kitab sari al-hisab ehzim al-ahzab Allahumma ahzimhum wa zalzilhum. Ka pas bërë në duan e kunutit ti: o Allah, zbritësi i librit, ti që je i shpejt në llogarim, poshti grupet kundërshtare, o Allah, më poshti dhe tronditi fort ata, tërmet bëgua tokën nën këmbët e tyre. Amin ya Rabb. Po ashtu nga lutjet e tij në këtë kapitull është fjala e tij alayhis salam kur takoi me armikun, thoshte: Allahumma anta adudi wa nasiri, bika ahulu wa bika asulu wa bika uqatilu.
O Allah, ti je mbështetja dhe ndihma ime, me ty lviz, me ty sulmoj dhe me ty luftoj. Pra ty të kam për ala, ty të kam për bëjtës, ty të kam, ti ma jep suksesin. Jo numëri shumë të apo përgatitja numër apo ushtarake dhe materiale që kemi ne. Gjithashtu nga lutjet e tij alayhis salam kur I friksoi armikut ishte Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udhu bika min shururihim. O Allah, ne të vendosim ty përballë tyre dhe të këtij kërkojmë mbrojtje nga të këqijat e tyre. E mbëshirë me këtë dua, thot, o Allah, vazhdoje mbi ne mirësinë e sigurisë dhe bëje vendin ton këtë të sigurt e të qetë, si dhe të gjitha vendet e muslimanëve. Amin. O Allah, kushdo që dëshiron të keqje për vendin ton dhe për vendet e muslimanëve, prekupoje me vetveten e tij, ktheja dredhin dhe kurthet në dëmin e tij dhe bëje që kurthi i tij të jetë shkatërim për të. Vërtet ti je dëgjuesi I lutjes dhe shpresa e tyre që shpresojnë. Ti na mjafton neve dhe sa mbështetës I mirë që je ti dhe elhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Pra e mbylli shehu me këto rreshta dhe me këto dua të bukura dhe ne mbyllim me Allahun të bëj këto fjalë dhe këto minuta të dobishme dhe na bëj për atyre që gjejnë fjalë dhe I pasojnë ato me përpikmëri. Allahu na përmirësoft ne në fen ton, I përmirësoft gratë dhe fëmijët tanë dhe të rinjtë tanë, na mundsoft që të kthehemi në fen e tij sakt me I kthim të bukur, na dhën sukses kundra popullit jo besimtar. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu sallam wa barak nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in wallahu a'lam.